Një pajisje jetë shpëtuese e quajtur ECMO mungon në repartin e kardiologjisë në QSUT. Pajisja shërben në rastet urgjente jo vetëm për sëmundjet e zemrës, por edhe ato të mushkërisë. Aparatura ECMO pompon në mënyrë të vazhdueshme gjakun nga trupi dhe më pas e shpërndan atë përmes pajisjeve që rrisin oksigjenin dhe heqin gazin karbonik deri në momentin e stabilizimit të pacientit. Gazetari Osman Stafa ka denoncuar mungesën e pajisjes, ndërsa shpreh se ajo nuk kushton më shumë se 200.000 euro, ndërsa të paktën 50 pacientë humbasin jetën çdo vit si pasojë e mungesës së saj. Lidhur me rastin ka reaguar edhe kontrolli i lartë i shtetit që konfirmon zyrtarisht mungesën e kësaj pajisje jetë shpëtuese. Sipas KLSH-s në shërbimin e kardiokirurgjisë pranë QSUT-s kjo pajisje mungon, nuk ka pasur asnjëherë një pajisje të tillë. Në lidhje me çështjen se në shërbimin e kardiokirurgjisë mungon një pajisje mjaft e rëndësishme për jetën e pacientëve ECMO, në kuadër të procesit të verifikimit më datë 13/2/2025 në ambientet e kardiokirurgjisë u krye takimi me shefin e shërbimit të kardiokirurgjisë dhe krye infermierën e pavionit. Sipas tyre, aparatura ECMO pajisje oksigjenimi ekstrakorporal me membran shërben për të pompuar në mënyrë të vazhdueshme gjakun nga trupi dhe më pas e shpërndan atë përmes pajisjeve që rrit oksigjenin dhe heqin gazin karbonik deri në momentin e stabilizimit të pacientit. Në shërbimin e kardiokirurgjisë pranë QSUT-s kjo pajisje mungon. Nuk ka pasur asnjëherë një pajisje të tillë për funksion të ngjashëm, por me efekt shumë të limituar se ECMO gjendet një aparaturë e qarkullimit ekstrakorporal. Një pajisje e tillë avancuar mjekësore ndihmon pacientët me probleme të rënda shëndetësore, veçanërisht në rastet kur mushkërit dhe zemra nuk funksionojnë siç duhet, thekson kontrolli i lartë i shtetit. Gazetari Stafa në denoncimin e tij në rrjetet sociale thekson se ndërkohë kryeministri Edi Rama shpenzon plot 4.3 milion euro për kopshtin e Eden tek kryeministria, shteti shqiptar nuk shpenzon 200.000 euro për të blerë një pajisje që shpëton jetë. Në korrik të 2024-s, Ministria e Shëndetësisë Albana Koçiu njoftonte se qendra spitalore e rajonale e Tiranës Shefqet Ndroqi, e cila u shërben pacientëve me sëmundje respiratore në mbar vendin, është pajisur me ECMO. Vetë ministria pohonte se kjo është një aparaturë mjekësore jetë shpëtuese për trajtimet e pacientëve në gjendje të rëndë me probleme pulmonare dhe kardiake. Koçiu pohonte se pajisja shërben si mushkëri për pacientin. Pra Ministria e Shëndetësisë ka të qartë rëndësinë e një pajisje të tillë, e cila ndryshe konsiderohet nga mjekët si membranë oksigjenuese, e cila u shërben të sëmurëve ekstremisht të rëndë. Thjesht pyetja që shtrohet është sepse në QSUT, atje ku është edhe shërbimi kardiologjisë përfshi edhe urgjencat kardiake, mungon një pajisje e tillë.